Ekonomia e vëmendjes është bërë ekonomi politike. Sa më shumë zemrim, aq më shumë shikueshmëri. Sa më shumë shikueshmëri, aq më shumë ndikim. Sa më shumë ndikim, aq më shumë pushtet. Mbi kë? Mbi sklevrit e algoritmeve. Mbi të gjithë ne. Kjo është arsyeja pse sot protestat nuk zhvillohen vetëm në shesh, por kanë nevojë për një shesh thjesht si përfaqësim i një lukunie që proteston në algoritëm. Madje, siç ndodhi këto 20 ditë, sheshi është thjesht një studio televizive e algoritmit. Është vendi ku filmohet materiali për ta ushqyer algoritmin dhe për ta justifikuar atë. Dhe pikërisht këtu fillon sfida më e madhe e demokracive të sotme. Demokracia e ndërtuar për qytetarët, jo për algoritmet. Janë ndërtuar për njerëz